Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video të re. Unë që ma i Linda, për ju që po më shikoni për herë të parë, edhe jeni të mirë pritur të bëni një subscribe nëse keni dëshirë. Tani unë kam dalë në balkon, se nuk ishte diell në fakt, por doli dielli shqyqyr se këtë duam tani në pranverë. Jemi bërë gati, është diell, edhe jemi bërë gati që të shkojmë për natë. E kam mbyllur mbrëm në orën 11 të darkës. Tani këto do jenë kotat e mia të preferuara, edhe pse kanë këtë të Krishtlindjes, nuk e di, mua më duken shumë kështu pranverore. Edhe po i përdor për pije, kafe, çdo gjë për momentin, se pastaj do bëhet në një tjetër. Kam prerë dhe baluket, po nuk i kam pjastruar mirë, se anyway, unë do marrë kapelen edhe në notë edhe do lagen flokët, kështu që nuk është se ka shumë rëndësi kjo. Rëndësi ka që e vendosëm kështu në moment të fundit, do me thënë, se Erioni punon sot, se donim të shkonim gjithë bashk, ose të shkon të Erioni për film me kalamiqat, edhe unë ta merja pushim sot, trija qetësi. Por punon, kështu që thash po shkoj not, se kënaqen shumë dhe u lumturuan kaq shumë kur ju thash në mëngjes. Edhe pasi të mbarojnë notin, do t'i çoj te McDonald's. Kënaqen po aq shumë. Thonë t'ja tregova mbrëm, ja tregova. Kanë dalë shumë cute, shumë ngjyrë pranverore. Edhe thjesht do të shikoj çka ka ngelur në një kështu gjë anash, që ta bëj kështu me lim, edhe të mbaroj kafen, edhe të dalim avash, se më pëlqen të shkoj gjithmonë më herët. Edhe pse thjesht kemi për të hequr rrobat, se ato të plazhit i kemi veshur, të plazhit, të pishinës i kemi veshur, edhe unë kam veshur sot ato rrobat që mora nga Samiol, o zot, janë fantastike, vesha ato bojqellet, edhe thjesht duhet të dobësohem. Se do vej puna me këtë punën e dobësimit, nuk e di, por duhet të dobësohem. Edhe nuk është se kam dhe një diferencë të madhe, edhe pse nuk kam ngrënë për shembull ëmbëlsira, çokollata gjithë këto kohë, se di, s'është ndonjë diferencë, kush e di, domethënë. Shikoj këtë shtëpinë që kam përballë, që bërsi se jetojnë njerëz, për që nga në kështu katin lartë e pas kanë si magazin. Si jemi dhe në shqiptarët rim, shohim si e ka shtëpina i tjetri. Edhe kështu, t'i vendos edhe pak vaj kutikulash, edhe në rregull. Ndërkohë, unë po shikoja njerë, jam shumë e lumtur që kam hekurosur dhe s'kam hekurosur sot. Do me thënë kam unë se po kam fund lavatriqen po lahet me të bardha, por dua të shikoj, duhet të ulem t'i shkruaj diku në fakt, të mbaroj ato gjëra që kam për të mbaruar, edhe duhet të shkruaj pak çfarë do bëjmë për pushime, se pash tek ajo newsletter që dërgon shkolla çdo javë. Edhe ka goxha aktivitete dhe gjëra për të bërë për bashk. Edhe ishin disa edhe falas, Lego Crafts. Ajo me Lego ishte në Richmond, tek muzeu, kështu që të dyve ju pëlqejnë, edhe besoj që do t'i çoj. Shkojmë një herë, pastaj mbas edhe dy, nëse ju pëlqen. Duhet me marr një skuter për Alinën, sepse u rrëzua shumë keq javën që kaloi. Nuk e di, domethënë kur e pash që ra ashtu, thash e thyu hundën, realisht, ra shumë keq. Dhe është hera e tretë që bie ashtu, se mundohet të ndjeki Roelin, ai thot hajde, ama kalon dot, pa ai është super i shpejt me skuter. Edhe kjo nga mbrapa, ishte edhe trotuari kështu si me kunga të vogla, edhe nga që ishim afër lumit, ishin ca niza të vogla që vinë nga uji. Dhe si duket mbylli syt, ose nuk e di,
Nuk e di, thjesht u rrëzua shumë keq. Can I take my baby outside with, like, Te to go pishina, swimming? po. I'm gonna sit a bit outside. Edhe skuteri u deformua, kështu që u desh ta hidhnim. Hello! Ka prerë mami flokët edhe Alinës edhe vetes. Kemi hequr të djegurat, pak si shumë të djegura. Merr gjej një fjonë për flokët, I'm a mamush. baby. Gjesh një fjonë për flokët, please. For more? Po, edhe fute këtë aty brenda ku lejon kafen. Kështu që do duhet t'i marrim një skuter tjetër, zonjushës, sepse u what is deformua. Big Brother, t'ja hiq sërin, unë se kam ngrënë njëra të copyrightin edhe s'dua më, a duke mund këtu? Shikoni pakës, thonjtë të mi. I kam bërë kështu tamam eyeballs këto. Preva edhe baluket, mos i vini re se nuk janë të drejtuara, se më bërtush. Edhe preva dhe flokët, që kisha goxha edhe thjesht ishin djegur majat edhe mua nuk më pëlqejnë kur nuk janë të shëndetshme flokët, kështu që i preva. Edhe duket sikur po na vjen vera, nuk e di sa herë kam thënë edhe tek video e fundit. Vërtet na kishte munguar dielli. Jo natyra, se unë për shembull edhe nga futbolli i Roelit, po edhe kur s'ka futboll, unë gjithmonë kam dalë, kam nxjerr jashtë fëmijët, se nuk preferoj t'i nxjerr se sa t'i mbaj brenda t'zihen. Po tani që ka diell, nuk e di, sikur t'vjen buzëqeshja kështu natyrshëm, domethënë vet. Edhe kam veshur edhe këtë fustanin e gjumit, kështu cute veror. Edhe jep, tani do i thaj një çik flokët se ftohem. Roeli me Alinën kanë bërë dush, i kisha vënë pak muzikë kur fjetën, edhe i kishte vënë Roeli edhe kur bëri dush, se shikon që vendos Erioni muzikë kur lahet. Edhe më tha, i vuri Erioni një ditë nga telefoni vet këngët që dëgjojnë ato. Tha, do m'vesh pak muzikë, kështu calming music, i thash po. Edhe ja fura me atë speakerin e Bluetoothit. Edhe e shikoj kaq shumë, ishte shtrirë të vaska, kishte mbyllur syt. Edhe është lodhur shumë, sot jashtëmase shumë, ka lozur 2 orë futboll. Kaq ju zgjat, domethënë, 2 orë pa pushim. Dhe pasi mbaroi, shkuam te parku, si kisha marrë dhe tost me vete, banane. Kishte një shok që ka pas në shkollë aty dhe gjyshi vet kishte marrë dhe topin e po loznin me atë gjyshin e vet. Gjyshi është bërë mbase është bërë gjysh i ri, se nuk ishte gjysh që me zjecën, që të mos lozi dot, po që lozi dhe me atë një orë. Ishim pak në supermarket, mora një atakun që vura tipsat, edhe pse i kam lënë të shkurtra, po i kam shkurtuar shumë të mijat edhe nejse, morëm atakun në supermarket, erdhëm në shtëpi dhe tha dua të shkojmë prapë te parku që të tregoj ca stile që kam mësuar të futbollit. Thash unë okay, Roel, shkojmë pak te shtëpia të pushojmë, rregulloi mami thonë dhe pastaj ikim dhe nga pasditja, pastaj u kuput fare. E kështu e shijoja të vaskën, më duket sikur ajo e vuri akoma më shumë në gjumë. Zori gjumi direkt, pastaj sa u lanë të dy, ju preva thonjt, ju dhash për të ngrënë, ju dhash të dyve se i pash që ishin të lodhur, i ushqeva domethënë. Plus që është supë me perime dhe ju bëra përshesh me bukë që të mos i shikojnë kështu hapur fare perimet, se nuk e di, fillon lufta domethënë. E kanë kot se pastaj e hanë dhe thonë okay, shumë mirë ishte, por anyway, tani janë në gjumë edhe unë do thaj flokët e do shikoj bikun derisa të mësoj gjumi aty në divan, se nesër është e diel, kam hekurosur gjithë rrobat mbrëm, jam shumë e lumtur. A thjesht duhet që të gatuaj mbase për një 2 ditë të paktën. Edhe kështu, java e fundit, pastaj kemi 2 javë pushim për Pashkët, kam disa gjëra për të bërë që mund të bëj nga telefoni, edhe pastaj duhet shikoj që do bëjnë fëmijët për Pashkë, gjëra kështu, aktivitete.
Por, yes, kjo ishte pasditja jonë, sa që kurtra po më duhen plokët tani o sot. Ndërkohë, duhet vendos edhe ato fotografitë e murit, po nuk e di as ku I kam lënë tani që po mendoj. Të t'jenë këtu poshtë, ose poshtë kësaj tavolinës mbase. Nëse do të marr atë ngjitsen që I vendos, që të mos shpoj muri. Igu nuk e di, do me thënë është bërë Brigena Mateo si, do me thënë e ri, që kishte kjo zhurma e Bluetoothit. E ri edhe ri që ta shikoj, po më zi gjumi, se nuk bëhet thjesht e lodhshme, nuk ka kështu një pik kulminante, pastaj thjesht është kështu zhurm, edhe më zi gjumi, është më lodh. Anyway, për kë bëni tifo ju njëherë të biku? Unë nuk e di, për kaq sa e kam ndjekur, them pse jo mos ta fitoj Selin, se vërtet ka luftuar dhe e ka rritur qëllimin të jetë kështu kryefjale çdo prajmi, edhe për moshën që ka, është kaq e artikuluar edhe është e zgjuar, edhe mund të ketë cilësi negative, nuk e di nga komentet që lexoj, se nuk është se unë gjysmat e prajmeve kam parë, por me aq sa kam parë, për moshën që ka është shumë herë më e formuar, më e pjekur, më e artikuluar, më e zonja se sa të gjithë bashkë aty, po kështu që pse jo të mos e fitoj Selin. Ju për kë bëni tifo tek biku I këtij viti? Më shkruani në komente. Just go around it, we don't go this way. Po. Mom, do you have enough money? Mbaruam. A ju lodhi noti kalamaj, apo lodhet vetëm mami? Mua më ras kapit ky noti. Ose që ndroj këto të dy vishe, qish. Po ikim tani të hajmë te McDonald's. Doli dhe dielli, është më ngrohtë. Po prap shijon me këto gjupat. Nuk është keq. It looks the same. Një lloj është. Yeah. Gjitha enët që kam larë mbrëm. Hello. Është ora 3:25. Është ditë e martë. Do thoni ju ç'ne që s'jam tek puna, ç'ne? Thjesht dëgjuam alarmin e zjarit te shkolla edhe dolëm jashtë. Ndoqëm instruksionet që jemi që t'i tregojnë që në fillim kur fillon punë, edhe bën edhe fire awareness trajnimin pastaj, por sepse çdo vit bëhet edhe si test që gjas me bie alarmi, dhe nëse arrim të evakuojmë gjithë shkollën edhe në sa kohë bëhet kjo. Edhe sot, nga që ajo normalisht që është e papritur, po menduam që është test dhe nuk e kishim dëgjuar. Edhe thjesht dolëm jashtë, ishte ora 11:30, domethënë për çere kohë fëmijët që shkojnë në shtëpi para dite duhet shkonin në shtëpi, të tjerët për drek. Edhe po kalonte shumë kohë dhe nuk po fikej alarmi, erdhi zjarrfiksja shumë shpejt. Pan që nuk ishte zjarr, sepse nuk
kishte as ty mos gjë bën kontrollin, por ishte një rrjedhje gazi në ndërtesë, nuk e di akoma se ku, por që erdhen pastaj ata të gazit për të kontrolluar edhe çdo gjë. Ndërkohë prindërit u lajmëruan që janë gjithë nxënësit jashtë dhe duhet t'i merrnin. Kështu që domethënë për momentin nuk e ndjeva, po tani po e kuptoj që ishte stresuese si situatë. Edhe kishim hequr, unë kisha shallin, jelekun tim, edhe mësuesit po jepnin çka kishin, triko edhe xhaketa kështu nga lart po ja jepnin nxënësve që ishin me mëngë shkurtra ose sido që qolluan domethënë. Unë isha nga njëra anë dhe Roeli ishte nga e njëjta anë, kështu që e shikoja, për Alinën e dija që janë jashtë edhe janë të sigurt. Vetëm kur vjen pastaj sekretarja dhe më thotë që është rrëzuar dhe ka përplasur kokën, hundën edhe po i del gjak nga hunda. Pastaj mora vesh që i kishte dalë goxha gjak, duke vrapuar, nuk e di. Edhe më thana do të shkosh andej. Kështu që çova dhe një nga fëmijët që po shkonte në shtëpi dhe shkova nga ana e Alinës. Alina ishte me të shkurtra. I kishte dhënë ajo mësuesja ime atë xhaketën e vet. Kartviceta po e mbante afër edhe po dridhej pastaj. Edhe i thash shallin, xhaketën ja dy të tjerave. Edhe zgjati goxha derisa ikën shumica e nxënësve, ngelën një pjesë. Pastaj ishte e sigurt që të futeshin tek holli kryesor, kështu që u futën aty edhe ata që kishin çantat e drekës aty mund të hanin drekën, ndërsa të tjerëve ju dhanë të gjithëve snacks, breadstick ose crackers, fruta, sepse ishte ora 1 e ca, kështu që kishte kaluar ora i drekës, edhe unë sot kisha zgjedhur të haja drek në shkollë, kështu që nuk ka ngra gjë. Pastaj më thanë që mund të shkoja. Të tjerët i lash aty me që i kisha të dy mund të shkoja. Nuk e prisnim, menduam se është test, vetëm kur pastaj na thanë që është diçka reale që nuk po fiket. Nëse nuk lejohet që të pini ujë nga çezmat, sepse nuk e dinin çfarë si tek qysh ose ku ka qenë ajo rrjedhja e gazit. Edhe më thanë që mund t'ikja në shtëpi sepse i kisha të dy fëmijët aty. Por që na ka bërë mirë që e kemi bërë si praktik, edhe normalisht komunikojnë me radio, kanë emrat, listat, është çdo gjë e sigurt. Ishte pak e vështirë me fëmijët që kanë nevoja të veçanta, sepse ishte diçka ndryshe, e papritur, kur ishte edhe për ne, pavarësisht se askush nuk e jep veten, as unë, tani po e kuptoj që isha rënduar pak. Nëse ikëm supermarket, mora pak sushi, hangra aty, Roelit një sausage roll, Alina nuk donte gjë, hangri aty te shkolla pak. Edhe ju mora Doritos që po kërkonin, mora edhe një kafe që as nuk e kam ndier fare. Edhe me shumë mundësi do bëj një tani edhe vetëm të ri në divan. Është goxha herët, kemi gjithë pasditën përpara, do t'i le të shikojnë ndonjë film, të lexojnë, ngjyrosin, kam për të lyer flokët, kam. Domethënë me që jam dhe herët, sepse me gjithë se mund edhe të mos i lyej këtë javë, tani që po i shikoj. Nuk duket ndas aq keq, është ndonjë thinj kështu tek këtu, po s'ka rëndësi. Thjesht do relaksohem. Ata ndërkohë janë, sot i më energjia e tyre, thjesht nuk kisha fuqi as të qëndroja tek lumi, as të çoja në park. Por që është vërtet për t'u admiruar se si menaxhohen, se sado që t'jesh i trajnuar ose çdo lloj gjë tjetër, nuk është kaq e lehtë të menaxhosh shumë nxënës në një situatë të tillë. Shumë prej tyre pyesin, domethënë qetësia, komforti që ju japin mësuesit është thjesht fantastike. Ora 6:30, lyva dhe flokët, përfitova nga rasti me që
kisha kohë dhe nuk është se kisha motiv për të bërë ndonjë gjë tjetër, kështu që duken. S'është se ishin për shumë, si që thash, por hajtë më. Unë nuk e di, unë që unë nuk përdor zbutës zakonisht, përdor vetëm kur I lyej, sepse janë të ashpra, edhe përdor zbutësin që ka boja. Por sa herë që përdor zbutës, më bien shumë flok. Nuk e di se pse ndodh kjo. Nuk kam iden fare, po fare do me thënë. Anyway, kalaviçat janë duke parë televizor. Edhe unë erdha që të bëj një kafe. E di që është pak vonë, por thjesht kam pushuar gjithë pas ditën, kështu që nuk është se do ta kem shumë problem se rizgjuar, domethënë. Mora dhe kapsula të supermarketit se në kishin mbaruar, sot ishte e fundit. Unë zakonisht nuk pi kafe në mëngjes, po sot kërkoj kafe. I lash gjysmën e kafes time, se unë për pak arria të, nuk është se kam larg shkollën, edhe e bëja vetë shkolla. Kështu që mora kapsula. Unë kam dhe kafen turke, por thjesht ishim zgjuar që në 6 e cara, Eli Malinën, po bënin zhurmë, I ndjeja dhe nuk është se u zgjova me një qeft madh. Edhe dyshe. Si ka dalë kjo kafja? Shkolla do hapet nesër normalisht, si çdo herë. Thjesht nuk funksionon një nga bojlerat e gazit, që nuk na prish punë, sepse janë dhe 2 të tjerë. Por nuk e di, unë ndjeva shumë që t'ju them. Edhe pastaj thjesht po mendoja sepse nuk më ka ndodhur ndonjëherë. Më kujtua kur ka rënë tërmeti në Greqi, edhe ai ka qenë besoj, në mos e mbaj mend mirë, ka qenë 10 muajsh. Ka qenë tërmet goxha I fort, edhe jemi trembur shumë, atëherë mbaj mend që për ati 1 muaj ka qenë diku afër verës, sepse unë kam ikur pastaj në Shqipëri me Roelin në gusht, kështu që mund të ketë qenë maj, qershor, diku. Edhe mbaj mend që gjithë muajin pastaj, unë nuk më zinte dot gjumi, nuk flija dot, domethënë rria në divan. Edhe nuk e di, atëherë vetëm kam parë abazhurin lart të llampës që tronditej, një kornizë që ra, edhe shqyr zotit Erioni ishte në shtëpi dhe vetëm I kam thënë tërmet. Edhe kemi dalë te banaku I kuzhinës që ka qenë atje, unë kisha gjithmonë telefonin, çelsat dhe portofolin, kështu që kam marrë ato edhe shishen e ujit. Nuk arrit do ta mbaj mend kush e ka marrë Roelin hopa, unë apo Erioni, me shumë mundësi Erioni, sepse do I zbrisnim shkallët. Nuk duhet merret ashensor asnjëherë. Do vi Alina për pak. There's a fire alarm that, but the school is actually not on fire. Yeah, it was a gas leaking. Si u ndjeve ti So kur you dëgjove couldn't drink alarmin? water, huh? No, not yesterday. I Not was- today. I was like confused Mm-hmm. and a bit happy And a bit happy? Yeah. Why were you happy? because the school is not on fire. Oh, I understand. Shpirti mamit ti. And the chefs were outside. Yes. Që po iki t'ulem të pi kafen dhe t'i jap Alinës makaronat sepse do që t'ja japi mami. Po kthehem kështu nga drita që shikojtëm flokët se as nuk I kam parë në pasqyrë, kam vënë vetëm serumin në fytyrë. Kacmova një këtu, por në përgjithësi e kam patur mirë fytyrën këto kohë. Është pak smooth telefoni. Këtia si t'ja heq atë, s'ja marrë. Por që
Janë thjesht porat e lëkurës, nuk ka... Kam përshtypjen që kreshmet më kanë ndihmuar për këtë gjë, se nuk kam ngrënë budalliqe. 2 herë maksimumi mund të kem ngrënë Haribo edhe kaq, domethënë. Ndërkohë balukët kur sapo i pres, kam shumë inat që rinë kështu lart, por nuk kemi vetëm lajme kështu si sot, domethënë, por të ejnëten e kemi lënë që të dalim me ato të punës. Do e lëm përpara pushimeve, jo të premten, se të premten bëjmë shumë sistemi me gjëra. Të dalim të ejnëten, kështu që Relin Alinën do i marrë Erioni dhe unë ja kam ndryshuar notin, nuk e kanë të martave tani, e kanë të ejnëten. Erdha mamush, erdha. Edhe do t'i çoj Erioni. Karroca e re Alinës. E jemi bë vendin këtu, kanë vënë këtë tapetin këtu që e mora unë për të dhoma ime në fakt, nga Temu. Është flafi, kujdes pjatën Alina. Tharsen aty që tha u flokët Alina. Zotëria aty ka bërë një kështu. Ka bërë një parfum me lule, me karot, me kastravec. Po nuk ka nevojë me mam. Can they smell it? Jo, they can't smell it from the phone, Alina. Kanë bërë parfum. Look how it smells. Po. It smells cucumbery. Kam bërë këto byreke të vegjël me djathë, nuk i kam bërë, i kam pjekur, i kam blerë të gatshëm, kam bërë 2 kështu containers. Edhe kemi shared lunch sot tek puna, kështu që secili sjell nga një gjë për ta ndarë dhe askush nuk merr drek, po themi me vete si gjithmonë. Këtë e bëjnë edhe, s'mbaj mend edhe raste të tjera, por këtë herë është për Bajramin, sepse këtu nuk është shtet. E kam bërë, mami, e kam bërë. Do me thënë nuk ka një ditë pushimi në shkollë, kështu që kanë të drejtë të qëndrojnë në shtëpi, do me thënë me leje të gjithë ata që festojnë Bajramin. Por si në shenjë respekti, po them, po bëhet kjo dreka. Qa po kërcë? Tani unë nuk e di çfarë ushqimesh do ketë aty, kështu që për siguri, thash, do marr boronica, manafera, do t'i hedh pak fare mjajt, edhe pakës qumësht bajame, dhe do e marr kështu me vete, nuk do e bëj që tani, e do marr edhe pjesën e grirëses. Kështu që shumë hapa. Edhe do e lem për të frigoriferi që nëse nuk kam një ushqim që nuk përmban gjallë, po se kështu që mund ta ha, nëse jo, të paktën të kem një smoothie kështu të plotë, po themi. Marrë dhe ca banane rrugës në supermarketi, ky është qumësht i bajames, që është pa sheqer me qasme. Do ta lete frigoriferi, të puna mund ta kthej dhe për mbysës. Kështu. Alina nuk e bërë tostin normalisht, vetëm gjysmën. Them të vendos një supë, ta le të bëhet që ta gjejmë gati kur të vim. Ja ku është edhe supa, kam vënë qep, patate, karrot, pak thjerza të kuqe, edhe brokol, krip, erza, do t'i hedh edhe pak vaj ulliri, ujë edhe ta vendos që të bëhet. Nuk i kanë sjell të gjitha akoma, po këto janë disa nga gjërat që kanë sjell. Këto janë tenxhere, besoj, nuk e di. Edhe një cinnamon cake. Kur thonë mos vish gjëra kështu të bardha ose kur punon në shkollë, se kam paint.
Po bie shi. Make sure to do this with your parents at home. I'm doing my video. Çe i duke bë ti? Now we're gonna add this. Po i mëson se si bëhet tosti? Bread first. Bread first. Unë kam bërë kafen time. Now look it on the thing Kam gati. on the bread. It's like Edhe do vendos këto qoftë të piqen në air fryer. a mighty contest Summer shouted as they raced down the path. There was a bench made of football pitch, but the godchild of his bike who found himself back outside his house. Summer had gone the bridge. China pressed a telescope app on his phone, not to repeat this time. Amigo, do you? China screwed up his head. Një stuhi sot tek puna, nuk e di domethënë ishte koha që gati fillojmë bëjmë tidy up, sistemojmë gjërat. Edhe një stuhi e papar po frynte, po merrte gjithë gjërat. Edhe u bëm qu sa sistemuam unë me atë kolegen time. Edhe sa mbaruam, u futëm gjithë brenda. Doli dielli. Tamam koha angleze, por u lodhëm, kishim një ditë të lodhshme. Atje tek tavolina që kishin sjell gjithë ushqime u bë pastaj fantastike, gjitha ushqimet, se janë disa persona që gatuajnë shumë mirë, janë një dy. Edhe njëra kishte bërë ushqime tipike të zonës vet që bëjnë për Bajram. Edhe ishte mbushur ndjes për këtë zhurmën, po është zonusha që po lan rrobat që nuk mbarojnë kur, edhe kishin bërë ushqime fantastike. Unë ca sallatra hangra, edhe ju pëlqyen shumë byrekët e vegjël që çova unë, thanë që kishin dalë shumë të mirë, me siguri nga që ishin bërë në mëngjes, ishin të freskët, të pjekur të freskët. Kam pushuar pas dite, hangra kur erdha, sepse kisha uri në fakt, e ishte bërë ajo supa e mëngjesit, që të thuash, pavarësisht se fëmijët e mi të dashur nuk është se i duan të gjitha perimet ashtu. Kështu që unë kam bërë pilaf tani, kam bërë qofte të vogla, edhe supa është për mua, ose po deshi dhe Roni, ose dhe mbaj dhe për vete për nesër. Kënaqem ne se na doli vera, po diell, po ftohtë. Mirë mëngjes, nga një natë që kam fjetur 9 orë më duket. Që djeu zgjova në 5:01 qerek, edhe isha shumë përgjumshëm dhe kur dolëm mbrëm për pica, mbrëm pas pune, se nuk është se ishte dark, edhe pse qëndruam. Po këtu e han darkën herët, kështu që dark i thonë. Edhe isha kaq e lodhur, kaq përgjumshëm, po më diqnin syt. Edhe në 9 pa një qerek mbrëm ka zënë gjumi top. Dhe më ka dalë sot vetë në orën 7 pa 25. Ju bëra që paqulleve chicken nuggets, lule shtrydhe. Se mbaroj kjo? No. Mam, që ti marrim me vete, se mbaroj më herët sot. Një sekund, mam. Tani do të shikoj, por do rinë me mua, se ne bëjmë rregullojmë, sistemojmë gjërat, se janë 2 javë pushim. You have to guess what it is. I have to guess what it is. Playground? No, Give me a clue. it's something that spreads all around the world. Edhe kaq është koha e shkret, tani do pi kafen edhe të ikim. I get it. Edhe kemi 2 javë pushim tani. Edhe pastaj kthehemi prapë në shkollë. Mbaruam më herët sot me gjithë gjërat që kishim për të rregulluar. Pastaj pim një kafe me atë kolegen time, me Roelin, me Alinën.
Edhe bëm pak shopping që do t'ja tregoj gjërat që morëm tani. T'ju bëj njëherë një update për krezhmet, fasting që mbajt për Easter, për Pashkët, që nuk kam ngrënë çokoladra dhe budalliqe dhe lëkura ime është mos ta marr në sysh në gjendjen më të mirë që ka qenë ndonjëherë. Edhe një gjë tjetër që kam vënë re, përveç se kam humbur 2 kg që janë pothuajse asgjë, se unë ato i humbasi i marr, nuk është se nuk kam ngrënë. Usha domethënë këtu e kam patur më shumë. Pothuajse më ka ikur, jam prehur në fytyrë. Po kam patur ajo që e quajnë uri nervore, që domethënë hakur nuk të hahet. Unë kam patur shumë këtë gjë, kur isha në shtëpi sidomos, ose thjesht shikoja një gjë e haja sepse thjesht të shikoja aty edhe mendoja që më hahej. Kurse tani kjo gjë është eliminuar pothuajse komplet, domethënë nuk ha më kur nuk ndjehem e uritur, mund të rezistoj pak edhe kur kam uri, dhe fakti që nuk ha shumë gjëra, nuk i ha dot, më ka frenuar, por edhe tani është mësuar stomaku më duket, ose jam mësuar unë, nuk më pëlqen shumë kjo gjëja, që nuk kam nevojë të ha nëse nuk kam uri, ose nuk ha më shumë kur ngohem. Është gjë fantastike. Po mami, rrobat që do lahen lëri aty te korridori ku i ka lënë mami. Tani në fillim do ju tregoj këto që i kisha lënë te dritarja dhe ka një shekull që i kam marrë. Këtë kam marrë tek në Temu. Është si është letër, po që ngjitet në mur. Edhe e kam marrë për dhomën e Roelit, për futbollistin e Wolfsburg. Këto yjet që presupozoj të bëjnë dritë natën. I kam marrë që për Alinën kam marrë 2 sepse është dhoma më e madhe dhe dua t'i ngjis në tavan. Pak të komodina mamit. Kemi marrë pastaj këto te Lidl kur ishim herën e fundit. Besoj se nga 1 pound këto kova. Shumë pak për Pashk. Kjo është me ngjyrë bezh me këto lulet pik dhe kjo është bojqell me kjo ka leporushi, sikur po fshihet mbrapa kështu dhe ka nxjerr këmbët, kurse kjo është leporushi me fytyrën drejtë. Anyway, ishin shumë të lira, është material kështu si copë. Edhe marrim çdo vit, shpresoj që këtë vit t'i ruajmë dhe t'i kemi edhe për vitin tjetër. Mora këto lulet, nuk dua që t'mi prishësh se më pëlqejnë shumë. Nga një nxënëse për Pashk, na kishte për të treja mësuesave. Siena. No, nuk ishte Siena, ishte një tjetër. Oh, who is it? Por janë shumë të bukura. Nuk e di ku ka marrë mami vet, sepse është këtu shumë vështirë që të gjesh buqeta shumë bukura ose e ka bërë vet, nuk e di. Edhe kartolina ishte shumë e bukur. Edhe do t'i vendosi pak te krevati im. Kështu siç janë. Po, mund ta marrësh. Vendosi te krevati se nuk dua që të vyshken këtu brenda se është ngrohtë. Me tapetin, si ai që kisha marrë. Mall? Ka dhe këtu te frigoriferi, nuk ka vetëm te koshi. Një tapet, si ai që kisha marrë, sepse zënjush Alinës. Te koshi, prit ta marri mami. Amitën e pas keni mbaruar. I smell that salad. Actually, do you want salad? No, jo tani. Tani sa shpejt të ndryshon mendja mami. Edhe si tapeti që ju kam treguar, nuk e di ku është në këtë video ose videon që kaloi, ishte shumë i mirë, nga Temu e mora, është 1,60 me 2,30 edhe mund të lahet edhe në lavatriçe. Edhe ka ngjyrë të errët, sepse ato që ka Alina me ngjyrë të bardhë ka bërë already gjithë bojra edhe gjëra, kështu që besoj që do t'i vendos këtë, por me undje. Nga Sainsbury, po ishin shumë të bukura. Vinë si të ngushta këtu, edhe këtej me zemra dhe pak më të gjëra, dhe këto ishin nga 14, 7 pound tani, me gjysmë çmimi. Po ishin të lezetshme, se një palë që kishte me zemra me ngjyrë të hapur, i kishte bërë, ishin ngrisur, kishte rrëzuar, diçka e tillë, nuk mbaj mend.
I mora dhe këto me ullje, kishin material shumë të butë, duken shumë të rehatshme. Këto kishin 30% ullje, nga 15, nuk e di se sa bënë. Është kështu, që vesh me një triko poshtë me të shkurtra. Edhe tutat janë kështu me që vinë të gjëra nga fundi. Mu duken pak të gjata, por është okej. Me atlete, me çdo gjë vishën këto dhe janë shumë nice. Ka dhe ato jeshilet, jo identik, po thuaj se kështu. Edhe nga që tani janë dhe 2 javë pushim dhe po shikoja që Alina plus shumicën, jo shumicën, po shumë roba i ka bërë me bojra me ngjyra që nuk hiqen, kështu që i mora këto. Pastaj mora këto, po tek Sainsbury, nga këto robat e TU. Pupa, si mund t'i quaj, janë komplet të sheshta, edhe janë kështu si punim kashte. Ha, mamam! Po, pse? Anyway, provova, më rinin fix edhe për tek puna, tani që del koha e mirë, janë, se nuk lejohet që të kesh sandale, për shumë, shapka jo, po edhe sandale duhet jenë të mbyllura. Është edhe për ne, domethënë edhe vetë nuk është se do i vishja, sepse jo vritesh, jo rrëzohesh, jo ku di unë. Por që këto ishin super, por edhe për të dalë në një fund kështu pranveror ose në një fustan ishin shumë të lezetshme. Kështu që këto ishin 18, më duket, po. 18. Masa 39 apo 38, që është 6 UK, si tani. Mama nuk është të pësuar akoma. Qa morëm tjetër? Makarona yll, për ndonjë rast, sepse Alina i ha, një salës tomatesh. Mora këtë pakon me tuna, edhe ishte me ullje çmimi, thjesht sepse ishte hapur kutia, ishin darë nga njëra tjetra, se janë 3 në 1 këto, edhe rinin të ngjitura. Unë këto kohë kam ngrënë tuna edhe konservat, kur nuk kam gatuar ndonjë gjë. Mora po ashtu një misër, edhe ju mora çorape. Ju është rritur këmba të dyve, një rojelit, nuk i bëjnë më çorapet që ka. Unë masën e vet i kam marrë, po tani ja kam marrë pakës më të mëdha. Ishin 5 palë, 5 pound e gjysmë. Kështu edhe ishin edhe me ngjyra, edhe me dizenjot, kështu, ca katror, ca me pia. Kurse Alinës janë ngjyra kështu gocash, të gjithë me zemra, vetëm me ngjyra të ndryshme. Këto ishin edhe këto 5 pound e gjysmë. Edhe kështu iku njëra çantë. Mora nga këto brioshët, se tani ndonjë mëngjes e dua dhe unë të ri edhe të pushoj. Edhe mund të hanë si këto, edhe si këto me mjaltë, ose me reçel, nuk e di mua më pëlqejnë shumë. Herën e fundit që bëra petulla, i bëra me miell integral, petullat klasike që bëj gjithmonë. Nuk është se ju pëlqyen, edhe mbase duhet i kisha bërë pak mix me miell të bardhë, por herën tjetër. Mora, një buk tosti, kjo është e preferuara ime, në këtë është fantastike. Është me mix farash, e ba shtypër e shpeta. Morëm tortilla wraps, dhe këto janë shumë praktike për t'i marrë me vete, sepse kemi pushim, kështu që do shkojmë të ndryshme, dhe nuk do ham jashtë gjithmonë, kështu që mora dhe 3 nga këto bageta, shumë të mira. Këto të kaminat e mia që u bërë ca që s'ka bjerë dhe janë drejt në barimit. Ky ishte haul që ju bëm ne. Kemi marrë të gjëra të tjera nga Temu, por vinë një nga një edhe nuk kam bërë video. Sonë të fillon ferma VIP që do i prezentoj Arbana. Fermën, natën e mirë. What does, how do you say in Greece good morning?
Kalimera. Kalimera. Kështu që do e shikojmë dhe thermën. Kemi rregulluar tavolinën e Alinës sot. Kafja është e imja, jo e Alinës. I ka vënë stikera stolit. Në ra një lule. Një elefant këtu për shoqëri. Librat disa këtu derisa të vijë ajo bookshelf që t'i vendosim t'i sistemojmë. Edhe ca kam këtu poshtë që po shijojnë tapetin. Mirë mëngjes nga e shtuna me diellin që po na shkëlqen. Jemi bërgati se kemi futboll, patjetër, edhe kartoni që mori Alina të shkolla, edhe ajo mësuesja i tha të duhet, po i tha Alina. E kemi akoma aty. Ka lozur me të, po jo dhe ka shumë. Kam fjetur, jam kopur me gjumë, kjo është gjëja, një nga gjërat më kryesore për mua, se po nuk kisha gjumë, më shkon gjithë dita super e lodhur, edhe që pa puna pastaj. Kam vënë një lavatriçe me ato rullicat që kisha. Ke bukën me vezë këtu, mami? No, a hangre moll në mëngjes? Edhe i kam nxjerr thajën jashtë, kam vënë një lavatriçe tjetër dhe po 22. Hi, Elina. Hi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wow, well done, Alina. My comfy bed. I'm falling down.